صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرم حبيبه ولم يخالف سبيله وسنه. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم وجلوس بالطرقات ما لنا يا رسول الله غدا مجالسنا في الطريق قال حق طريق ما حق طريق يا رسول الله قال غض البصر كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Të nderuar të respektuar besimtarë musliman, pikë së pari hamdi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. E kemi vajib obligim fetar që çdo punë që nisë duhet të falenderojmë Allahun. Dhe kur përmendet Allahu te bareke wa ta'ala, duhet të mbështesen në disa nofka të qumë, disa emra të bukur të Allahut te bareke wa ta'ala. Nuk është midisht të thush vetëm Allahu ka thënë, Allahu subhanahu wa ta'ala. Më shumë është përmendur nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Do të thonë i patëmeta i cili Allahu është i patëmet, do të thonë nuk ka asnjë person. Allahu dhul jalali wal ikram. Do të thonë Allahu i lartë madhëshmi i cili atij takon nderimet apo lavdat. Pasi që falenderon, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një që niset me falendrim dhe Allahut dhe me salat dhe selam dhe pejgamberit alaihi salatu wasalam. Sa që vetë pejgamberi alaihi salatu wasalam urtash të dërgojë salavat dhe biletën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urtash të dërgojë salavat për veten e tij. Për shpirtin e tij, mund pranë se Allahu e ka zgjedhur prej gjithë krijesave, do të thonë krijesë më e dashur Allahu te bareke ve teala. Kurse neve në ka bërë musliman, alhamdulillah, dhe me një prestigj, privilegj, me një të themi kështu me një punë për të cilët nuk e kanë çdo kush e këtë kimet. Në sipërfaqe të tokës, më thonë ka 8 miliard njerëz. Për atyre numërohen se janë diku nga 3 miliard musliman. Por për 3 miliard të musliman sa janë ata të cilët e zbatojnë Islamin, do të thonë janë të pak. Dhe sikur ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në zaman, do të jetë koha me ditim kur njerëzit do të jenë me shumicë, me numër. Por jeni ka thonë çdo herë me pakicë. Do të jenë çdo herë me pakicë, me ata që janë pak. Kush kanë thonë janë pak, janë ata të cilët do të jenë të devotshëm, edhe kur Islami do të jetë sikur gaca në dorë. Do të varet Islami si gaca në dorë. Gaca nuk ka problem, ka marrë herë. Kështu do të jetë e vështirë që ta marrë. Ka thënë fetuba është dhurata. Po jetë mishte ata të cilët janë të pak. Tuba min shajar al-janna. Tuba është ndëruar. Tuba më thonë i noftë se është një pemë gëzimi e xhenetit. Më thonë është një bereqet e bereqeteve të xhenetit. Ka thënë një përmishtëve atyre të cilët bedur Islami gharimën se dhe urde gharimën të thubari u përaba. Islami përgarë si e të kanë pakicë, ka qenë pak. Në konë një grup i vogël, muslimanëve. Pas dhekës pejgamberit do të zgjerohet Islami dhe do të bëhet në shumicë, edhe do të vijë prapë, edhe do të kushtohen në kohën e fitneve. Në kohën e fitneve, për të cilët do të jenë fitne të mëdha, që ne për fat keq sot e shohim se muslimanët janë shumë numër, por nuk
Tash lajmi I fundit, nuk e lëm pa e përmend përse në këtë tema pra. Kisa është bërë marrëveshja në pushimit, vetëm para të ditëve ka pasur me të tashme, pritën e paramandet Trumpi e thotë atë pushimi vazhdon ashtu, nuk u shprishë, ama në Izraeli ka 30 të bëjnë në civilët, se e kanë bëjnë një ushtave, 800 ka bëjnë për njëre, 800 janë fëmijë, edhe gra, 80%. Në më thonë, ashtone, edhe zëri muslimanëve ka ardhë, sa që bile të njënë për gjamija, pak e kemi problem të përmendët, nuk o puna jonë kjo, kjo punë është shumë e verë, a I ka ndrojmë temën pak, ati si ne s'kemi. Puna jonë është fakta është që lusëm Allah të barë, me këtë të gjumon që Allah të aletëson ati, inshallah ta'ala. Të ndërorë të respektuar, kur prishëm gjonat, Vinjarën një kokë malë, nëse në prishët dhe njëherë e kam për të krejtë. Ajo paraqitët një pike zesë. Edhe kur ajo nuk largohet, kanceri është shumë pak, kanceri nuk diktohet shumë për jashtë. Ajo është vete rruzët e kuqet gjatë dhe një paraqitët pak. Edhe prej asaj fillon e të dhutamë, në tjetër edhe të shkatran trupin I njërë. Leukemia është një smontaje shumë e rrezikshme bëhet në rrugë, në shumë të prejat e smontaje. Por, nëse më ne kur e defekt në damën e ka ma. Ku shqitet ne ajo se është prisht, poshtë e prisht punë e njëzime, kur e thashë në japën tjetër se imani është 70 disa dekë, se ma po 60 disa dekë, me madhe fjallë la ilaha illallah. Me fjallë la ilaha illallah nuk I kemi punë të ti. Nuk bëjmë sikër se të la ilaha illallah. Ku e vemrojë, ku e shokëm këtë ma tepër, ne shumë në gjami. Disi ka vetja, I me pasaj dhe të tjere, shumë pak njerëzit më shumë. Minjeron, parë se këtë tënë, kam pra të kushtë e spinë, kam pra të kushtë shëpërë e spinë. Në të hadë kjo vetëm për dekor. Me që se ne të smiti kemi ndohë. Po njerëzit të tunë t'i marrën, okej, shumë regullën, ama ato jo për të kohë të spinë. Kur ma pak ka pas të spi, njërët ma shumë të kur sot kemi ma shumë të spi, ma pak për. Kur ma para rrallë, njërët ka pas së gjabë të shpoja, rrallë. Së gjdo shpi përshtëmi sa për të kundi për farë në salon, I qëtë dhe së gjabë, 15 së gjabë, të një qëtë parë. A di që të është me ngeqja, se së gjabë si jonë parallë vështë nuk kam për një safiret, edhe më nuk ka njërët që ti shpallojnë në së gjabë. Nuk forin në mënyrë individuale, dikush e bon, dikush se bon, në shumicë forin. Pra fjallë la ilaha illallah, ka të nga mërësa. Dhe me vogë e presa, ka të nga mërësa. Shefe njëzit si të do të kenë ambient, rrugët, shkollën, xhamin, oborin, parkin. Kështu në si të kenë njëzit ambient, nëse të njëzit ka për loke, nëse të njëzit nuk kujdesin për rrugët, në ndërshë kam thënë një seher për pranë për sëris, fshati, unë të të fshati jonë, unë nuk o fshati insulare, me të funksionë si hoqë, dhe konsiderë si fshati ti për momenti. E ka një begati që rrallë ka tunë të ka begati, e ka begatin e rejtë, një huj shumë mirë, kërëm më disë ka tamë. Qëfar I vërë atë e ne hudhim ati pampersa, ne hudhim për lorë, ne hudhim shish, ati hudhim gjanë. Ne do t'japim në varika shalat edhe shumë manukat helmohen nga beturia, manukat, shumë zoqë, shumë insekte, shumë helmohen. Edhe ne do t'japim në varika edhe për parat se e këmi prish një amerë. Sa që për amerë ka urejtë, njëzit të urejnojnë në rrugë, të urejnojnë në burimin ku ka ujë. Edhe kështu që nisët, ajo me e përë në vokre ka të me amela nisët, së më është ruajtja ambient. E ka përmet edhe ishte vetëm e përsëris, ka të me amela nisët, tani ka disa njënë të dhejtë rrugëve, edhe nuk I pa me I me amela nisët. I tha I janë më që rusën të në rrugati, u kini të në të rinë në rrugëve ka. I tha mare nga janë, sërë në në dhe në gjari sena, përsa me amela nisët, se në kara rasën e me biseduar. Ka thënë, për këtë kanë me gjari sena
Nëse ju ka rarë për të rrugë, të e të drejtë rrugës, të cila është e drejtë rrugës, gati e kënë mësuar gjemati këta ditë, ka të në gata ka saruri e shikimi. Këtë preda, dërgoni ajo që u pegon rrugëve. Këtu kanë thonë ulemoja dërgoni ajo që u pegon, pra si aroni rrugë, gjanoni rrugë. Hiqni ato që u pegon në rrugë. Ne rrugët e në jenë të drejta, kur janë të drejta, ne të detyrohemi pojë gunga. Detyrohemi pojë gunga njëzit, pëse? Pa i ka përse në radhë dhe i sa se më rëmejtë, një vozit që të hakash, ke fmi dalë në të gjithë, një mënë të kujtë shumë dhe kjo, pëse në qëtët se njëzit në ka shumë të metë. Pre të metë nga të ta që në bregosë më tepër, në bregosë më tepër, se ne kemi merak të pasremo borin tonë, të pasremo të drejme tonë, të po edhe mbeturinën atila, ashtu sikur nuk do që kosë fundit të shokët, për një rore jatë ditë ose të qka pak në tranzicion që në të qeveri këtë një gjyrion të tonë nuk e di për të jatë ditë haos e ka në se kërkush nuk banë përgjithsi, që nuk ta se njërëzit nuk kajnë asë në dojë përgjithsi, për në bëjtjen e rrugës. Ora do selam. Ka thënë për e se në rrugë për shëndetje, njëzit e tena selam, për shëndetje më të mirë. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويؤدي أمتي وين دلوها، رجيت أمتي سكني مسيسي، سكن باسيسي أمتي فقام يجي أن تصير الأردن وتغيير الأردن كأيش. نكذا ذكرت مكبر ماشي سدود نيرزت مدار الروح vetëm me marrë në përgjoj njerëzit. Tash në veçanti nuk folim për persona, por një pjesë dënuese njerëzve e shfrytëzojnë rastin në vetëm e çojnë kohën bosh edhe marrën në përgjoj për çështje njerëzit ka përcenjë në merak pjesën e mohabet, ka përcenjë në ide sa ka përcenjë ti që merr në përgjoj. As nuk u shkimin, as nuk u aktin për shëndetjen e kësaj rrugë. Për atë neve në ka rinduar Allah dhe bareke ve teala, por ne ndjekja të cilët duhet. Pra, nëse vim rruga si rrugë që përmendej atë duhet të kemi të udhëzim. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me të vërtetë djerët e mirësisë janë të shumta. Me të vërtetë djerët e mirësisë për me bëma e mirë janë shumë rrugë ka për me bëma e. Edhe i përmendë pejgamberi alayhi wasallam el-tasbih. Më thonë subhanallah. Në thënë subhanallah, bashkarisht ta me gjithë shumë në vetën të e thënë, subhanallah, këtë më thënë subhanallah, vallahi një përë në qenet. Në thënë alhamdulillah, e kërë bjëllu një përë një fidan, në thënë përë në qenet. Në thënë Allahu Akbar, kërë Allahu Akbar, e kërë bjëllu një fidan në qenet. Gjeneti ka thënë përë në sëram është një si përfaqe e caktuar, për çdo besimtar, mirë po nuk ka të bjëllur e kurgjon. Njëri gjatë qitë sa jetës, a në bjellën ma të tespive që kanë e lakë madhon Allah në bareke ve teala, ka thënë janë të shumta. Urdhë në të mirë të arrime për e keqës është se ba, më njëherë është mirësi. Bile, kur njëri urdhën në të mirë, në të darëm nga e keqë, nëse pro se me të kush e mërë të urdhën të dhe punën veprën ti nuk lenë një manë ku të asni sen për Allah. Ama në e keqë e ka të njëtin efekt. Ka thonë pejgamberi alayhi wasallam, njëri që bën një vepër për të mirë, edhe largohet të lashë, nuk largohet të lashë, thotë nuk do t'i shkojë njëse edhe habiti. Edhe habiti njësi t'i shkojë nga mirësia. Pse habiti çfarë i tha për habiti, i tha, o vëllai nuk e ka se ti kredore nuk nguci ta. Edhe një njeri që bën të keqë, edhe që bën një vrasje, apo që bën një punë për të cilën të keqë, nuk ka gjasë pa i shkuar edhe ata. Ka thonë pejgamberi alayhi wasallam, çdo njeri që bën se për një punë të mirë, njerëzit që përcjellin atë si sa të jetë gjallë, deri në ditën e Kiametit, do t'i vazhdojë atë njeri si ka puna. Ama në njeri që vjen në trakt keq, sa të jetë ai edhe pas vdekjes, ai e keqja edhe pa të shkojë ato ka të komunikrat të pejgamberi alayhi wasallam, do të thonë premisive të tij përmendin pejgamberi në këtë ditë të agimit ai që përmend rrugë, mosimi i të shkurtërit. Ai të mësosh njëri i cili ka të metë, nuk ndihet,
mësosh, ose njerit të cilët janë me nevojë të posaçme, edhe për se ka përsinë. Udhëzimi të verbër, njëri që është i verbër, ka thonë se udhëzon ku duhet përmeshku, edhe ajo është përmirësime që ka bëlla në gjërë. Plotësimi i nevojave të nevojtarë, qoftë edhe në një fjalë mirë, ka thënë Karl. Që sa mirë ka përmend. Shumë ka. Plotësimi i nevojave të nevojtarë, një njeri ka nevojë. Hajde që ne jemi uftojmë shkojmë të poshtë dhe ka nevojë. Tash mos ka mëna se ndodhi më mos e ndodhi diku. Ju e dini që të strugu që e ma gjëmjëve. Dhe një i vjetë nuk i di atë aplikacion në si di. Po marë prasish, para musliman, s'ka ka musliman, është se njëri nuk ka, vallahi, edhe që të njëri që janë një moj, që të kje të qanë, a nuk e shefa, numrin e shkrizu, që se në shefa. Me konë që aplikacionin, ja e jam sënë, atë e e bajgjumë, nuk e bajgjumë për karterën tonë, nuk për karterën atë. Ale të tash, jo vetë musliman, jo vetë musliman, edhe jo musliman me konë, edhe këshfar dhe me konë, ne musliman do të reflektojmë pozitivisht e njerëzit, që të kushit të të, a vetë të të e falenderit, të të falla me e me poma, mundohë, rrugë që të shumëta, por me ju ndihmo njerëzit. Dhe vazhdo për Hamire e Nësram të mbështetje njerëzit në piklim. Ka dhe kush ka një rënsaj, edhe të i të trojë, Allah e ka majë më përgjit, ka dhe kush një karatë, ka Allah e ka lërë në të lashe, njën është i smund, tjetër shka në viziton një smundin, të lajtë alesa, po ka kjo punë është sprovë për Allah. Ti boni sabër, boni durim se Allah i kishë të të shoj gjunahe dhe të shkuje se vate. Edhe kjo mja të rrëve, dhe nuk bon punët vetëm me pare, nuk bon të njerë punët vetëm fizikisht, por bon punët edhe në antë një sugjerimi të vogël të njerëzit. Dhe vazhdo për Hamire Alejse të sramëtë, edhe ta ndihmosh të një njëri të lëshë i shtimë. Kush e merna për kondi, kur t'i kilë Zotin ka dhonë nuk është anë fuqit, ka dhonë edhe autoritet, orë t'i kësnosh, dhe dhe frejtë, kush e t'i ta në të shketë, heshte me dhënë të ma. Edhe kjo ka thonë për Hamire Alejse, së më është premirësive, dhe për funde për Hamire Alejse, të gjitha këto janë sadakat, të gjitha ka thonë në sadakat. Edhe për meni, për Hamire Alejse, dhe nga sadakat e nëmi dhe njeri është a i cili ta të argërën si që i pekonë muhtarën. Që vësaj ta për parëzik e Hamire kulturës islame. Muslimanët në Spanjë në Andaluzit 850 vjetë e kanë pasë. Kur Evropianët ka shku të vizitojnë Spanjën, edhe sot njëtë që vizitojnë Spanjën, Cordoba, Sevilla, Granada, edhe pse në munduar mbi 90% atë qytetërim për shkatërën në muslimanët prej. Ama kanë ngjerur qytetërimi i atërshëm, edhe njërëzit kur ka shku, para me dojë në Cordoba dhe Sevilla, se të në bota që ka pas ma anë të kandileve, ka po ndryqimin e rrugëve. A ne i kanë përnë që për në reshitit, pse keni investuar që ka shumë në ndryqimin e rrugëve dhe mirëmbajtjeve e rrugëve? A kësi ka thonë, kjo është pasqira e muslimanëve. Nëse muslimanët janë të fortë, do të rishofë në qëfar renditje ka në qytetë. Sefte, bota e ndryshuar, kur ka qenë, ka ulishtë dhe ose të lumarë, kur kanë qenë në të ndryqimi i rrugëve, muslimanët seftë i kanë burë ndryqimin e rrugëve. U kanë thonë, pse kështu keni investuar, ka thonë njerëzit e vetë hecin natë, kemë kodallëk me hecë njerëzit. Ka dhe se është shpërbrim. E të rrede qeshën me qumsht edhe me kete edhe me njatë, njerëzit kanë dushë në qendër, kanë pas, ajo ka qenë. Vetëm Cordova ka pas në 27 i universitetet atërshme, edhe për i këtini 27 universiteteve, shumica janë shkolluar njerëzit që s'kanë pas mundësaj dhe nga bota jo islame për me ardhe kanë pas stipendionet e para. Stipendionet e para që kanë funksionat, pra kush ka ditë musliman, jo musliman, ata u dashtë ata të shkollohen e nuk ka pas probleme. Shteti islami ka finansuar ata, vetëm që të shkollohen. Pra, pasqira e çdo besimtarit është, ai i cili investon në objektet, në vendet e të mirën për të gjithë. Shkolla nuk mundet të paramendohet, ka ngrihet fishtja duhet të financën për mbajtjen e
shkolla tjetë e përparuar. Nuk ka nevojë të Ministria e Arsimit apo dikush ta bisedon me këtë moment, ta duhet të investojnë për shkollim. Popët të cilët që janë ngritur lartë, popët që janë ngritur lartë, gjonë më të madhe e kanë po që kanë investuar në shkollim. Me marrë shembull Japoni, Singapurin, Malezin, këto popë shumë të ngritur, intelektualisht, që janë shumë të ngritur. Ata nuk bisedohen sa duhet me u pagji mësuesi. Ata nuk ka bisedë a mësuesi, ata pagji mësuesi, a i një ratë, e ki kretë kushte që a mund të ka. Nuk preshkona a i se ta tek rajnë mbrapa, sa i duhet punoj edhe ta mërbaj familja. Pra, grua e ka qenë në Singapurit, grua e ka thënë qanë, 8 vite dhe të kam pak. Ka thonë 8 vite, i kam planifikat, do ham pak. Dhe finansojnë infrastrukturën e qyteteve, dhe më thonë të dikojnë qytetet e majna, shkollat e majna, mirëmbajtje. Njerëzit kur shkojnë në Singapur, në Malezi, unë s'kam qenë, njerëzit ka zënë, me konë që dikush i hullë dhe një bërlok, krejtë fëmi qesën e me shokën, si rej ka bërlokin në rrugë. Kanë ba njerëzit, ka zënë njerëzit, konkretisht i kanë studiar në Malezi, kanë studiar, të nërë në që nga rejtim, fëmijët kishin nga rejtë bas lungit, një lungë, nga rejtë që krejtë në gjithë shokën, ata kishin pasë dikush i kishun diçka plastik mbi ujë, edhe njerëzit ishin çudit, fëmija si ecën asende mbi ujë. Edhe e pasë mardare që këto të tine pasë. Edhe këtë, nështë ne parolat dhe zgjedhjeve që janë prej ne kërrejt po premtojmë ma shumë se Malezi në Singapurë dhe një Japoni krejt. A më kudajtem realitetin me një të shokëm se ne nuk investojmë në këta punë. Barat në be amë e restrikcion se i boni ka shtadet e kësa dek, e para shtari ka i në Allah, e fundit është signal për munditab që la ilaha illallah është haka në parë, mu largaru ata qëna që u këndon njerëzit. Unë pa tjetër kam të thëmë, sa hala jam t'i pakta, abe nuk ka murë në ma që këtë se në shkollën e rrëve gjamis. A keni pa murë në, ma të gërdit shumë, shamë të atëm, veç vini për jashtë, shifni, qëfar bëjnë, ata nuk i kanë ba, nuk kanë arë prej shatë tim dikushit abane. Ata i kanë ba, njëzit i këto, dhe rinja i këto, fëmija i këto të kanë ba. Ajo shpia e hoqës, së është e inja, ajo është e hoqës, dhe të mbetet e qëto hoqë, e bakëpit është shpia më e shkërutur, dhe më tonë, kush se ka mund me shkërutur, ata kanë ba fëmijit krejt, fëmijit e këti vend. Murë nga që janë qendra e katonit që është, kur të marrësh në përgjithësi qendra e katonit është me të vërtet vrasësi, shohësh, në këtë shërku, kur ne kemi kërët gjanat më mira. Markerat përdorën për me shkrujtër delirat matematikës, fizikës dhe me bëjë eksperimente të biologjisë, të ne i përdorim me shkrujtër fjallë banale. Fjallë banale, shumë fjallë banale. Edhe ne bëjmë pushim sapës, në gjamon qëtje me shumë mashallah, tu imi 80% gjemati, 80% jemi gjemati. Kretë e dinë ne këtë qemi, ne kretë Allah e këpar Allah i kabul, kur ta hëmë si cali ma tonë që Allah i kabul dhe bëna namazin. Unë nuk e di Allah si dhe nga bëna kabul namazin, si. Nuk e di si dhe kur ne nuk mirëmi në ordin në të lirë dhe ndarimi për keqës. Kështë kush i duke e banket, nëse ne nuk ngritin në vendin tonë, që bëjmë të punë, atër vetëm në kësi nuk është shumë pak. O të dërruar gjematë. Unë i para fëmijëve, për i zëtë zotit e këtë. Unë i berëm të pakën dhe, abe 10 minuta dalë në natë për natë e jetë një sugjerim fëmijëve. A e di sa pinën fëmijëte, abe kam fëmijë të më që i marë sefre për vinë me te. Abe zëtë sa të pasër janë fëmijëte, va Allah e pita e të la. U shpërdoj të fletrushka se zani është të dhanë se nuk kam vete dhe të gjëroj, ma ashtu mërë të në. Abe besonat e kanë rriatë salihin për fëmijë, në të ruzine. Abe fëmijët e disa fëmijë janë fëmijë. Ata janë të pasër si loti, ata janë pa defekte ishë. Ata nuk kanë gjunahe, Fëmijët janë shumë naiv. Ata e kuptojnë me një herë më. A unë nuk mund të thonë me 2 orë, 3 orë, një javë, vetëm mundën me këtë. Pa me ju kuadruar dhe përburuar dhe kultivuar në shtëpia tuaja. Ne kemi një kohë. Pra, nuk ose duhet marrë që me pa në
Mendat për ditën e gjumës sot për jashtë, e në më thonë Kataras, sa unë e poni me familjen teme, sa unë i largoj ata që nga përgonë rrugëve e kështë të marat. Lusim Allah në sharat